Të shtëna marrëmzjarri në Greqi, 3 viktima dhe mbi 10 personat plagosur dyshohet për hakmarrje mes 2 familjeve. Mëngjesin e sotëm një ngjarje e përgjakshme ka tronditur ishullin e Kretës, ku të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe rreth 12 të tjerë janë plagosur si pasojë të shtënave marrëmzjarri në fshatin Vorizja të Heraklionit, Greqi. Ngjarja e rëndë dyshohet të ketë ndodhur si pasojë e një hakmarrje mes 2 familjeve, të cilat prej muajsh kanë qenë në konflikt të hapur. Sipas mediave greke, pavarësisht ndërhyrjes së forcave të shumta policore, lufta mes familjeve vijon ende në zonë, ndërsa raportohet se janë hedhur mbi 2000 plumba. Në mesin e viktimave janë 2 gra dhe 1 burr. Njëra prej grave dyshohet se ka humbur jetën pas një ataku kardiak nga frika, ndërsa një nga 2 burrat e vrarë është njëri nga autorët që hapi zjarr. Të plagosurit u transportuan me ambulancë në qendrën shëndetësore Moira, në qendrën shëndetësore Agia Varvara, të cilët po ruhen nga policia për të shmangur incidente të tjera. Raportohet se banorët e fshatit në panik po ndihmojnë vetë në transportimin e të plagosurve, duke përdorur edhe automjete bujqësore për t'i çuar drejt spitalit. Sipas të dhënave paraprake, konflikti ka nisur që prej një viti, ndërsa përleshja e sotme besohet se është hakmarrje për një shpërthim që ndodhi mbrëm vonë në një ndërtesë në ndërtim në të njëjtin fshat. Policia greke konfirmoi se një mjet shpërthyes i improvizuar ishte vendosur në ndërtesë duke shkaktuar dëme materiale, por fatkeqësisht pa viktima. Shpërthimi mendohet të ketë qenë shkaku që ndezi gjakderdhjen e mëngjesit në Vorizja.